Shikues së Vision Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Shqipëria ditën e sotme është ndikuar nga depërtimi i masave ajrore të lagështa me origjinë perëndimore, çka ka bërë që mbi vendin tonë ditën e sotme të mbizotrojnë kushte atmosferike të paqëndrueshme, kryesisht pas orëve të mesditës. Moti ka qenë fillimi shtik thjellët, më pas kemi patur shtim vrenësirash mesatare, lokalisht deri të dendura, të cilat u pasuan me rishë shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal. Në relievet të larta kodrinore dhe në zonat malore, në intervale të shkurtra kohore, kemi patur prezencë të shtrëngatave me shkarkesa elektrike. Era ka flyrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja, me shpejtësi mesatare 7 metrë për sekond. Në Lugina dhe Bregdet, era ka fituar shpejtësi deri në 13 metrë për sekond, vallëzimi në Adriatik dhe Jon ka qenë 1 deri në 3 ballë. Temperaturat u regjistruan në vendet malore nga 7 deri 18 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 8 deri 24 gradë dhe në Bregdet nga 10 deri 24 gradë Celsius. Ditën e mërkurë, Shqipëria do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të qëndrueshme, kryesisht do të kemi kthjellime, por dhe alternime vrenësirash më të theksuara këto në relievet malore të vendit. Era do të fyë lehtë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi 9 metrë për sekond, vallëzimi në Adriatik dhe Jon do të jetë 1 deri në 2 ballë. Temperaturat parashikohen në vendet malore nga 6 deri 19 gradë Celsius, në vendet e ulta nga 9 deri 26 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 25 gradë Celsius. Rajoni Ballkanit ditën e nesërme do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, do të kemi dominim të motit të kthjellët, megjithatë nuk do të mungojnë alternimet e vrenësirave gjatë orëve të mesditës dhe pasdites. Kontinenti evropian nga dishulli iberik, Europa lindore, brigjet e Egjeu do të kenë mot të paqëndrueshëm me reshë shiu me intensitet të ulët deri mesatar, me rebeshe të erpashershme afat shkurtër, si dhe me temperatura relativisht të freskëta. Këtu kemi përfunduar në fjalën e rreth për vëmendje, bashkë me takofshim.